I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Koha Vizionin dhe me Klan Radio, por shpresojmë që i keni pas vikendi ka qenë shumë i mirë. Ka shumë arsye pse ka qenë vikendi i mirë, domethënë arsyeja e parë është që Shqipëria po na ka gëzuar shumë. Me fitoren që e ka shënuar, po shpresojmë që me marrë sot edhe Kosova një fitore në Suedi, sepse kemi edhe duelin e radhës atje. E njëjtën kohë ka qenë domethënë një ditë e mrekullueshme për krejt Republikën e Kosovës me zgjedhjet lokale që janë zhvilluar mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe shumë mirë KQZ, bravo se kishin drejtë. Po, hala i kena gishtat ze. Gishtat, ama nuk e di çfarë shënjuesi është kjo që nuk heket me javë me mujë. Ti letë paske vazhdu me të zez, a dhe unë e kështu menu me bo me të zez. Po vrehet shumë. Jo, veç që e paramenova dhe më thonë me shku dikun, a din ku nuk e din që kena pas zgjedhje me ta bëhek paske nxon gishtin, a? A din se zezan gishtin der. Nëse na gishtin njove qave të ndogët po e nxojnë atë. Kolegja ime Marisa Rova më ia prezantu Fiona Xhema Troshu. O monova me ik ti prezantimi, por ja që s'ka. Ja që s'mundesh mi. Uroj që po gjithçka të kesh shku mbare mirë edhe gjatë fundjavës, gjatë zgjedhjeve me pas rezultatet ato që kemi dëshiruar secili përmes votave tona. Edhe uroj që personat që do ta marrin përsipër përgjegjësinë e drejtimit të një komune ose edhe ju asamblesë të dashur, uroj ta merrni me shumë përgjegjësi, me shumë ndershmëri pozitën për cilën ju kemi votuar, kështu që suksese të gjithëve kushdo që e ka merituar. Edhe sot e kemi një tjetër temë, 049 978 978 është numri i telefonit që kam i prit telefonatat edhe mesazhet me njëherë pasi ta dëgjojmë këngën e parë. Është temë që e ka përzgjedh kolegu im Simi për herë të parë në shumë javë. Kur fillon lumturia tim? Lumturia fillon po sa ta dëgjojmë, sot ta dëgjojmë këngën e parë hyrse. Edhe unë besoj ashtu. Shohim a besoni edhe ju ashtu. Angelo dhe Egli Taka me një këngë. Taka, po s'pedim ora vllase me këta. Egli ja vjen. Jo more se po më interesojnë edhe këta mbjemna. Hajde pendojmë në një këngë. Po njëna ka Tako. Koci dhe Tako. Okej, koci e pas. Ti peshqi. Është 9:08 edhe po presim informatat e juaja rreth komunikacionit me na tregu për ato pjesë më të ngarkuara se ku i kemi në këtë fillim emisioni. Por paraprakisht ju tregoj se Petrol Company në fushë Kosovë ka super çmime derivateve. Një 19 e keni benzinën dhe dizelin në fushë Kosovë tek Petrol Company. Edhe mos harroni me u bë pjesë lojë shpërblyese, qysh më bë pjesë lojë shpërblyese, ne mboshim makinë me derivate, shpenzoni më shumë se 10 euro, edhe merrni kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe kështu bëni fitues potencial i një super veture që po e dhuron Petrol Company. Që potencial shumë serioze. Po është serioze, domethënë se ti mundesh me qenë fitues potencial, domethënë mundesh me veç një kupon e dërgon, edhe çaty është fatlumi act luck, emrin mbi emrin tën Arsim Limoni, edhe çka është për interesant me bazë emri bëni me fatlum ose fatlume. Po fatlum. Fatlum Limoni, fatlum Xhema. Qysh më alon more? I ftoj krejt fatlumët që kanë emrin fatlum dhe fatlume. Detlujnë. Se shumë e kena përmend çfarë pune. Komunikacioni është kështu për ata që janë vetura në këto momente, po na tregojnë për pjesën nga fshati Shkapaj deri tek stacioni i autobusëve, pjesë ngarkuar me kolon. Pastaj po shihet me kolon rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit, e ngarkuar është rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek Utkryeshi i Menzës dhe Anasjeltas. Kolon ka edhe qasja për të krethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës. Tu janë dhe informatat e para që kanë arrit në 04997898. Hajde po e presim telefonatën e parë për këtë javë. Për ndryshe Kryeqyteti edhe këtë javë ka me pas temperaturat mira, edhe pse nga fundi i javës ka me pas pak rreshje që kanë me përfshi vendin, jo diçka e madhe siç thuhet për momentin. Lezetshme, ha? Një rreshje lezetshme sa me na imbush pak pishinat në qytet. Edhe në liçenet. Okay. Alo. Përshëndetje, kush telefonon? Nejati nga Peja. O Nejat, përshëndetje, të ka ra me prit pak më mdokët. Jo. Ulke. Hajde tregom Nejat, qyshe e kalove fundjavën, a e kryve obligimin tënd qytetar, edhe mandej na përgjigjesh në temë.
Kalova midis Vikendi, u gëzova për fitoren e Shqipërisë ndaj Serbisë. Jemi gëzu shumë, domethënë ka qenë një farë atmosfere. Jo fest, po s'di qysh me thonë. Video që i kom po, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri domethënë, ka qenë një farë emocioni interesant. Ajo ka qenë diçka e pare, mrekullueshme. E vërtet. Veçantë kemi mujt me pa. Mandej na u rikthyn shumë edhe. Ne kum besu fort. Mandej na u rikthyn shumë si edhe ato pamjet e dronit atë, dronit të famshëm. Po. Edhe ato jashtu në halja ma shumë emocionit. Edhe ka qenë po krahasueshme. 14 tetor 2014 ka qenë. Hajde në gjatë të regam, kur fillon lumturia për ty? Kur ka fillu lumturia e vërtet? Për mu, lumturia ka fillu ku e kam vret dashurinë e nanës që një nanë ka ndaj fëmijët. Kur ke fillu me e përjetu kështu tamam dashurinë e nanës, a? Po. Sepse nanë është e vdeshme për fëmijë edhe fëmijët duhet të javdin nanave edhe babave, po nanave ma shumë. E vërtet. Faleminderit shumë në gjatë, përshëndes shumë edhe javë të këndshme të uroj. Faleminderit po ashtu. Hajde gjithat mirat, faleminderit shumë. 049 978 edhe njerë para se më shku te telefonata tjetër. Vikend ka pas edhe sa në tjera të mira për ndryshe. Qëtësimi nuk i ka pas. E kuptu, po nuk ka pas me pa. Nese, kur të toj në Luksemburg, a vjen? Po që të thysh, po atje po. Atje po. Për që të dhuj, asë të më thërvile. Apo kuptan. Nese, Prishtinadikit.net e keni destinacionin kryesor për me gjetë biletat më të lira në shumë destinacione. E keni Gjermanin, Zvistrën, Slovenin, Suedin, Luksemburgun dhe Parisin, që është linja vetme direkte Prishtin-Paris-Prishtin nga Prishtina Ticket. Është tur operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës dhe ka shumë benefite tjera që kom përmend shumë shpesh, bagazhin deri në 20 kg e keni falas me çmimin e biletës. Kështu që hyni edhe merreni biletën për cilin do vend që doni. Alo. Po më mos u got të ka dalë çfarë alo? Nëse do më bëj alo, ti më nësh me vazhdu. Po jo, mos u got se kam diçka tjetër para alo. Kam një fotografi që ka arrit nga Veterniku lart, po shihet me kolon deri tek rrethi me flamore, vazhdon kolona dhe nga rrethi me flamur deri tek rrethi rrugës B. Kjo është domethënë një informat për këtë pjesën prej Veternikut për juve që po veni, ndërsa po vazhdo me qenë shumë e ngarkuar pjesa nga fshati Shkabaj deri tek stacioni i autobusëve. Pra pjesë shumë e ngarkuar me kolon kjo. Tash. Au liru? Au hap rruga? Rrugën B, rrugën A, çka ke? Au hap? U hap, po. Alo. Alo, Qazimi. Hajde Qazim, si kalon? Mirë, këti cilë Shqipëria me Shkavin. Kujdes. Po, e kena po, tem tjetër kena sot, ajo u kry sot, po lutemi për fitoren e Kosovës që e kena atje në Suedi dhe po shpresojmë që djelë tonë me u kry me një super rezultat. Tregom ti mu kur... 1-0 ka me fitu Kosova. 3-0? 1-0. Mama se me shto 1-0 do me na kop zemra. 1-0 ata, 1-0 nam. Bile 1, 2, 3 biletina pak mas. A ishte vërtet që Manaj ka shënu në të njëjtën sekond, njëjtën kohë kur e ka huq herën e kalume? Penaltin. Qashtu Ashtu po qarkullojnë në video, nuk po di sa janë sakta, mos janë thash edhe kështu sa për. E dia më çfarë sekundi e ka hub se moj mend ti se do të thon ka qenë s'po di. Nuk um ka met kërkun knau. Nuk um ka met kërkun knau. Ai ke prish krejt. Kur fillon lumturia, Çoz? Ktheu në tem. Kur lumturia kur mu kalon kulicat me bateria muë. Kur e ka marrë karrocën me bateri. A be ki malet është? Po. Shumë malet. Po vjen shumë mirë. Çoz, të përshëndesim edhe qofsh i lumtur gjithmonë Çoz. Faleminderit. Ton kalofsh mire pas një pasditë të mrekullueshme. Përndryshe IPCO për juve që jeni me para pagim i ka ofruar 3 super pako, edhe mos harroni para se me shku te këto pakot. Nëse keni me udhtu kudo në Evropë, mos harroni me aktivizu internetin e IPCO se keni shumë lehtëse me esim, shumë sigurt se me esim. Kështu që në rrjetet sociale mund të më marrë këtë informatat ose me shkunjani prej dyqaneve. E për këto pako tjera ju tregoj unë tip mini përfshin 200 minuta në SMS 3+3 GB edhe mund me aktivizu me kodin YLL120 YLL1 thurje. Tip super vjen me 300 minuta 100 SMS 8+8 GB vlen Ballkanin perëndimor, mundesh me aktivizu me të njëjtin kod veçaqet një 2 para thurjes dhe tip max vjen me 500 minuta 100 SMS 15+15 GB që vlen në Ballkanin perëndimor. Kjo e ka 3 domethën para thurjes kodin. IPCO.com ose njëon prej dyqaneve IPCO për më shumë informata. Ja telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim?
Me Erullin preferizoj. Edhe një emrin? Erolli. Erullin Eroll. preferizoj. Qysh jetë që kemi frizojnë Eroll? Mirë. Të kurati Mali. Hajde tregom ti për ty personalisht kur ka filluar lumturia? Kur e mor vesh sa hek nëna për neve. Hekja të nënës e babës. Kur je bo prind vet ai bjen? Po. Okej. Faleminderit shumë për përgjigjen. T'fala Ferizajit. Faleminderit. Hajde që Ja, tash mira. Ferizaj. Ja, Ferizaj. Ja, Nëse Eroll ajo e kupton pozitën e prindit. Po tash a mujna mi thon lumturi bashkë të saj? Lumturi, po pak më shumë, po. Se prindërimi jonë sot është pak më i lehtë se i prindërve tonë. Jemi tu jetu në dy epoka të ndryshme. Po, tash s'po di që e kanë pas ata, jo, po. po ata e kanë pas shumë Adin shtirë. të bona e s'paden, adin të më këshirë s'paden, kur t'jen s'pet kalzojnë. Këtë kom kallzu 100 herë. S'paden, ja nisë edhe njerë për fillimit, jo në regull është. Nëse po, kur e kupton dashnin që e ka ndje prindin ndaj teje, edhe ti sot e ndje ndaj dikujt tjetër, ajo po është Ndjehesh shumë i lumtur. Ajo po që është lumturi. Lumturia mundet me fillu edhe kur të blen një vetur 3. Do më thonë, ndjehesh shumë i lumtur Edhe xhepi. Po. Për shëndetje atje. Për ndryshe për juve që po mendoni me u bo me një vetur 3, po mendoni me ndru veturën ose po doni me bo veturën e parë, ju propozoj paraprakish me shku deri tek Auto Trade dhe me i pa vetura Toyota që i keni në zbritje, edhe mos harroni që se cila vetur Toyota, përveç se është hibrid, po e dini, ka dhe 10 vite garancion tek Auto Trade në Çaklavic. Alo, përshëndetje. Përshëndet Adi nga Prishtina. Ku je më Adi? Në Prishtinë. Çka po bën? Po ju këqire juve. Po më vjen mirë. Kur fillon lumturia? Lumturia fillon normal prej fëmijërisë. Nga fëmijëria ti po mendon që fillon lumturia? Ashtu. A ka diçka që e shtyn as? Madje lumturia më e madhe është kur lind fëmia, bësh bab. Okej, do më thonë lumturia fillon erën etapa e parë si fëmijë, masanej kur të lind fëmia i parë, para kur Ka bosh prem. lumturia e fëmirisë din mu venit me kalimin e viteve. Po. Varet me çka të përball jeta. A lumturia më e madhe është kur bësh bab. Okej, faleminderit shumë që na ke thirrur, po të përshëndesim. Pret edhe një lumturia ku pas, ka dole. So lumturia i kiti o djallë, koncentro me 3 lumturia, mos A dhe lumturia. Më sillet për shumë lumturia. Hajde të është e treta. Lumturia XXL e madhe u kon kur ndova prej grus. Çka je bre të thon? E çka çyshu nive i lumtur çdo? Çyshu nive i lumtur? Allah i shumë i lumtur, e niva vetën tepër i lumtur. Pse? Çka ndodhi? As ke mira, çka ke puna që kur ta shpirtin ka dale, normal që je i lumtur kur dosh. Okej. Nëse na nuk promovojna këtë far pune, po shpesh domethën këto martesa që nuk shkojnë më mirë është me përfundu që është tap klap edhe u kry ke far pune. Respekt atje, faleminderit. E jam jo çajo. U kry e kuptuam na dhe po e vlerësojna përgjigje. Respekt atje, respekt atje. Faleminderit Adit, përshëndesim. Po, marrëdhëniet jo të shëndetshme, çfarë do qofshin ato, jo veç marrëdhëniet bashkëtorë, do të më ndërprejnë momentin që nuk shkon, nuk je mirë, nuk bën, secili rrugën e vet. E pash një lajm që është publikuar nëpër media tona për vitin 2024 është fjala Acim, një lajm që po konsiderohet pak alarmant se Kosova e ka zonë vendin e parë për diçka më në fund në botë. Të keq atë. Kosova ka të kurjen më të madhe të popullsisë në botë sipas Bankës Botërore. Do të thonë, kemi dalë në vendin e parë. Hiç po vjen mirë për shkak. Jo për diçka të mirë. Sipas dhënave të fundit që janë publikuar këtë vit, amo janë në marrë të dhënat nga viti 2024, sipas Bankës Botërore, Kosova renditet e para për nga shkalla e të kurjes së popullsisë, edhe ka një rënje prej 9.7%. Që do të thonë e para. Numëri s'di. Çka ke interesant është që ndërkohë në popullsinë botërore është në rritje për 1%, ndërsa Kosova ka të kundërtën minus 9.7%. Pse do të thotë çka ka ndodhur? Kanë lëviz njerëzit. A kanë lëviz, okej. Edhe kjo u ndërlidh pak a shumë edhe me ato që ka ndodhur gjatë vikendit që e dham edhe na votën përgjithësi kanë dalë vish 30 tani kënej thasho çta që janë këtu sa ju ndal. Çta matmi, mos më matni mua, domethënë çta që janë këtu. Prej diasporës, gjysa mojna nuk mojna, ajo është kredi çka tjetër. Po, na këtu sa jemi, sa kemi votu. Me boni emision një që mirëni me debate, domethënë, që koncentronin këtë varpune. Po du me ditë valla sa prej njerëzve që janë kanë rezident në Kosovë, në për qytetet e caktuara, sa prej tyre kanë dalë. Jo, tash se ata për diasporës nuk mujnë me orë çdo 2 muaj me votu. E vërtet. I mët njerëz
Lajmi keq. Kosova vend i vogël, po edhe kemi qenë në ndër të parë për sa i përket natalitetit edhe rinisë të madhe që kemi pasur, që ka filluar me utkurrë edhe kjo. Alo, kush telefonon? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ajtene, ku je moj? Që jo, e një mirë. Mirë, faleminderit, ç'është kemi? Mirë, faleminderit. Vjen mirë. Jo? Mirë. Kur fillon lumturia Ajtene? Kjo është tema për sot. Lumturia fillon kur të lindin nipat e mesat. Domethënë, jo kur bosh prind, po kur bosh gjyshe. Faleminderit, edhe kjo përgjigje shumë e mirë. Hajde të përshëndes shumë Ajtene, faleminderit. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. E mos harroni me vizitu Ventura Motors, ju që jeni të planifiku me ja gjet vetes një zgjidhje të përhershme, sidomos për kryeqytetin, masi kur kush s'po na bën zgjidhje, t'ja bëjmë vetes më mirë. Kështu që shkoni në Ventura, zgjedhni motorin Vespën, cilën do që e doni, ka plot modele, na gjithmonë e përmendim Vespën se janë për nga estetika janë shumë të bukura. Plus keni në ofertë shumë lloje, shkoni në Ventura Motors by Automita, e keni edhe rrjetet sociale mundeni me i pa, e bëni përzgjedhjen, plus keni aksesorë të ndryshëm, plus gjatë muajit të roz keni zbritje në aksesor për femra që bëjnë përzgjedhjen në Ventura Motors. Kështu që ju rekomandoj me shku dhe me i pa live. Jo bie mos shkoni pa gro. Alo, përshëndetje. Ashtu diçka. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Bedria. Ku je Bedria? Që? Si kalon e mirë? Valla mirë, bash pyetje kështu ekstra. Po më mirë. Kur fillon lumturia Bedria? Allah po dashuroshin qatë njeri si gjithmonë e andran. Kur e gjenë personin e duhur. Moj Bedria, s'po din Bedria, jo Bedria po kursehet. Bedria për kryetaret, ose për ç'a mi thon kësojna, ministret të dashurisë. Ministret të dashurisë. O greke varpune. Pret ka daldoren janë nas tablet tani. Ja, direkt ministren e dashurisë e zgjellim Bedrien. O greke varpune. Bedria. Kampione. Bravo. Përgjigje shumë e mirë, të përshëndesim. Edhe unë kam një përgjigje shumë të mirë, po nuk po du me ndani herë. Mos u got. Faleminderit. Përshëndesim. A është ajo që po nëse Enza Home në Çaklavic kilometrin e 6 për juve që doni me ndje lumturinë në shtëpinë tuaj kur jeni brenda, mi po automobilet e bukura që janë komode, janë të rehatshme. Shkoni tek Enza Home në Çaklavic kilometrin e 6 e keni. Ato e gjeni dhe ata shbedin, ka zbritje. Për ndryshe, juve që doni mi pa përmes rrjeteve sociale, mundeni me bo follow në Instagram e Facebook duke e kërku Enza Home Kosovë. Ja, telefonata e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, me kë po flasim? Me gjyshen Aje. Oj, gjyshe Aje, që shjem? Që vënda mirë të ju këtu shikuj juve me knaqësi. Faleminderit gjyshe, tregon për ty kur ka fillu lumturia. Tema që ka qitë sa dhe arsimi është super tem. Po, është për të duar trokitur. Duar trokitën. A peshe që din edhe ky? A peshe edhe ky që din gjyshe? Veç kanë janë priton. Ja, po, e di që din edhe arsimi. Po, e besë se ka bo nomin se, apo kuptan, në i gjyshe. A e pese. Gjyshe, kur fillon lumturia përveç për zgjedhjes cimit për tema? Shumë më thana, dhe që dhe shta mi thonë, edhe kjo më me tha, po lumturia fillon, do më thonë pesit bosh më ditë diçka e këndej. Po, shumë lumturia. Por, lumturia me dhe që e kom një vetën e më kanë shku lët të gzimit, të ndlash, të gjinit, nërë qadër. Kur jem po gjyshe. Për herë të parë është fjala, apo? Për herë të parë, por edhe për herë të dytë këmë fillu që ashtu, 2 herë kur jem po gjyshe. Gjysha vesh në qadër në ulqin, po vërret. Gjysha po ta qonë zollin e ulqinit, po të kalzoj. Na e ka lo zollin me lot gëzimi, gjyshe, faleminderit shumë. Edhe plus aty e kom bo një farasie, qka imi konë me... A e ke qaros aty, a ja o ke pagush e zonat. Kemi pa bo një farasie fest aty. Bravo. Gjyshe i pash me jetë një patë mbesat. Faleminderit shumë. Hajde, përshëndes shumë, faleminderit. Po e ka dhon, mesazhet që po i dërgoni lexojna në pjesën e dytë. E ka dhon Alberta një mesazh.
Do të thonë shumë të mirë. Po kena me lexuar pjesën e dytë, po e lajna pjesën e parë përderisa sa jena tu prit përgjigje. Kështu që pjesën e dytë kena me lexuar edhe po pajtona shumë me këtë farë mesazhi. Edhe plus. S'po di mos pe hupi si përgjigje. Mos u got. Ngam ti mos u got. Edhe njerë po. Ama shumë lumturi, më fal që po të rprej. Shumë lumturi kanë fillu në Swiss Diamond, aty ku shumë njerëz e kanë kurorzuar martesën. Ku shumë njerëz e kanë kurorzuar dashurinë e tyre. Tani dal aty. Edhe Swiss Diamond që është në zemër të Prishtinës, me të vërtetë është një vend që ka sjell lumturi shumë të madhe për shumë njerëz, kështu që edhe ju nëse jeni të interesuar me e rezervu datën e juaj në sallat e mrekullueshme të Swissit, e keni në qendër të Prishtinës. E dini tashmë 038 220. Nuk në qendër është në zemër, na në qendër, ata e në zemër. Arbria është dol qendër tash. Atje është zemra e shtetit. LGBT tash nuk po mojna me thoni 100% se edhe qeti thotë mos u bazoni te unë shumë. Idem do po jo krejt. Pidike do sane. E vetani ditë ngushtova diçka, na në zemër. A ngushtove koxha? Po e ngushtova. Edhe? Me çfarë shkuva çka ka s'ka. Edhe 3 pika ti qiti. Edhe po me çfarë duke përpunuar. Duke përpunuar edhe. Alo. Edhe alo me të kaltër aty. Alo, është duke përpunuar. Qyretsim përveç dasmave. Po. Për shembull, masazhin e parë në jetën time kom përjetuar në Suez. Kom dallzu. Çfarë për të thonë? Edhe ka qenë një lumturi, po nuk di as me ta shpjegu. E kom pas bash dhurat për martesë, një masazh në Swiss Diamond. Lekto sana mos e shoqëron çofa. Nesër bash. Kështu që edhe kjo e ka një farë lumturi të vetën, ha? Tretmanet, trajtimet, masazhat, çka do të bëj me shëndetin, me relaksimin, është një lumturi në vete. Është. Për ata që janë kolonë edhe ata mundën me pas një farë lumturie të vetën. Po, mundën të paktën, do të thonë me pa dikon që se kanë pa motin kolon. Çasja për dekret isha Glavicës në drejtim të Prishtinës kolonë gjatë, poshtë Veternikut kolonë rrethi me flamur edhe në kalimin e rrethit deri tek rrethi i ambasadës amerikane, masaksisht. E ngarkuar është pjesa nga fshati Shkabaj deri tek stacioni i autobusëve, po shihet me kolonë gjatë nga zona industriale deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Këto janë informatat e radhës që kanë arritur në 049978978. Alo, përshëndetje Viber. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndet Sherifi nga Suedia. Po je Sherif në Suedite në çdo momente? Unë në çdo momente, jam kufi nga të kufinit me Norvegji. E pse si e lojte? Loj çfarë loje më dhe? Qysh më çfarë loje ka me lu Kosova me Suedin? A po ja, si këshyre lejtë s'kom në rak në lojnë. Gjemore ti do të me shkuat jemi për kro, djemë që në orë me lujtë futbol? Ja, s'prita që më thirë sot i kush pi Suedis pi stadiumet, se që më thirë pi shpisë në kratë djallë pak si ona, është kështu se prita heq. Nese. Në televizor bila e këshyr loja na heqa? Ja, bas këshyre futbol. Këshyre futbol të japenina, i që atu i ka në orë lejtarë nuk shkën mi për kroje, për veta e këshyre në televizor. Pash bile gjysë për kroje. Heq, a zero. Tregom kur fillon lumturia? Plus 50. Plus 50. Do më thonë kur ti bën 50 vjet e tutë ja nis me pas njëri një farë lumturia, ha? Ja nisi që ta ndoshta nisi një patë nisi nëse pak më relaks jeta të bëhet e çfarë që. Okej. Faleminderit shumë për përgjigjen tonë. Të përshëndesim ty edhe krejt shqiptarët atje që ishin mbledhur më të madh. Rabi, bashkë me Dovazhi, hajde tu nga tjetër. Ton kalofsh mirë, po ndryshe po kam një farë informate që diku në rreth 8-9 tifoz që mbledh atje. E di që kam ju dashur atje për me bo flat, po kondicionerët Midea në shtëpitë tuaja, pompa termike Midea, po që janë edhe me inteligjencë artificiale anë këtej, mundri mi gjet ndalje të Prishtinës, kështu. Edhe çfarë do produkti Midea që bleni ju futeni lojë shpërblyese për veturën PID ose që i thot kolegja ime më e re, Bët. E po e shoh një moral që e kanë bënë në Mitrovic, nuk e di ku është. Çat natë kanë bënë, ishin çu. Dhe po thot Lila, po thot hala pa e fshi stadiumin ata me moral. Nëse nuk është në shpejt kanë reaguar se di. Po them, domethënë emocioni që u përjetu këtë vikend nuk mbahet në mend. As kur shpall pavarësia, po mdoket më shumë s'kena festa. Çatu diku nuk ka festa, se i posh mi semafora kësaj çatu diku nuk ka festa. Krejt kaos blok ko Prishtina, tepër bukur. E mora një farë informate, nuk e di se ty të ka rahat natë me najt pak më shumë. Deri në ora 2-3 natës, domethënë kryeqyteti ka qenë me super komunikacion. Deri në 12 e di, ka pas komunikacion, ka pas atmosferë. Po ka pas njerëz mas nej që kanë vazhduar atmosferën në dalmen se plus e shtunë, edhe domethënë çe telefonatën tjetër tani për shkëntejnë Albi.
Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Sa telefon. Hajde Jos, çu je? Po mirë, jo keq. Mirë, jo keq. Diçka hiç entuziast nuk po mdokësh. O si tash në punë, ky s'është entuziast. Nuk o të veni. Jos, kur fillon lumturia? Lumturia fillon çat ditë që të bësh parë. Çat ditë që bën parë. Bravo me Jos. Çat ditë që të bësh parë fillon lumturia. Një pamesa, tërti vërti ata vinë tani për shafim edhe ikin. Edhe vish të këshyri një herë, apo qëtë na i sana, s'po qëta edhe, hajt. E kom një përgjigje të njëjtë prej Florentinës. Gjyshat e Vobekt do me thonë. Po. Po qishë, kur t'ish pare se vetë kërkan, shkon ka dush, pak shka dush. Bravo bre Joz. Faleminderit. E pritëm edhe këtë përgjigje, po kërkush nuk e tha. Tash na e dim që parja s'është gjithçka, po edhe është gjithçka. Tash tani dos lumturisë, tash tani dos. Tash tani pak. Ja, ki pa me të parin me dytin, kejtin të lumtur, me të pestin, të mërralt, tredia. Me të pestin, me tretin. Nëse me parin, me dytin, janë lumtur, me tretin, s'janë. Dikush e ka me të pestin. Bol keqja pas ke bo veti, ti ke mashtru vetën. Hajde jo, se kom shty pak. Hingjina me thonë porja së gjithçka, se hingjina. Po thuj është gjithçka. Po bre? Një farë kohë jos, kur janë konë senet pak ma qetë, ma normal, po, kena mujt me thonë që nuk është gjithçka parja, se me që ato pak që kena pas, kena mujt me mbjetu, ja kemi dalë, sot është e pa mundur. Kështu që bëthuti gjina është me thonë së është me në vleshtu pare. Hajtë se s'pate nevoj me nashti këtyne rrugve, hajtë graj kamionit. Hajtë ditën e mirë. Hajtë shokem. Edhe harrove me thonë kur fillon lumturia, kur shkon shpe, kur t'ullesh, kur të shtron aty, edhe ajo është lumturi. Që ato e pritat parën për nejse. Edhe ajo thuj pa pare s'bohet. Po jo, me postash pare hi një hotel fjellë edhe që shku pra problemi. Ani jos. I parët, mire ko. Po. Hajde Jos, faleminderit shumë. Hajde, mos e rëna. Javë të bukur ty, mos u lodh. Hajde me të mira, se po shkojmë deri në Albi shpejt e shpejt. Ta rënën si s'nalet. Po tash. Hiç. Për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen të ke ardhmja. Sjellë kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askund si në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota e përjetimit jetësor. Përjetimit që na ka ofruar shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë dë vjet, e qysh mu dok serial s'kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në njëtin dit me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundësu mos me pas nevoj me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Shëbesa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E në dhjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka na ka mësu. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me ta. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mos u mërzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Në Klam Radio dhe në KTV por i kthehemi edhe njerë, mi ju rikujtu juve që jeni vetura në këto momente se Petrol Company në Fush Kosovë ka super çmime, dizelin dhe benzinën e keni për vetëm €1.19. Ati mundri me shku me rimbush makime derivate më cilësore, çmimet më të mira, në njëjtën kohë mu bë pjesë e lojës shpërblyese të rimbush makime derivate, merr kuponin edhe futesh në lojë shpërblyese.
Përndryshe, komunikacioni na tregojnë se ka kolon pjesa nga Veterniku, nga Albi Moll. Lart vazhdon kolona deri tek rrethi i ambasadës amerikane. Rruga Gim Ramadani me kolon nga udhkryqi Menzës te komuna Dhana Sjelltas, e ngarkuar rruga Luana Radina i qendra e Prishtinës në drejtim të rrugës UÇK dhe rruga Tirana për tek rrethi prapa stadiumit Fadil Bokri. Këto janë informatat e radhës që kanë arritur në 04998 Alo, përshëndetje. O, përshëndetje juve dëve edhe ju uroj një fillim javë të mbarë. Qyshja qillove si në mes sot, a? Interesant. Jashtë fillim, janë mes, janë fund. Kur nuk i bjen diku na din kështu që më thon. 4-15 kur. Po, jo. Edhe bashkë përgjithëtan, e kam një kritik për juve të madhe një kritikë. Hajde qoftë me zgjat. Hajde. Unë ton këtu në heshtje, mes me ngu reklamën e Albi Mollit, për shembull, në heshtje këtu absolut kurgjostjeva. A se nive reklamën a? Absolutisht, shamna dhe mu kur ti pres bilet pres me reklamën. Po më vjen shumë keq që po dal shoj tash te Nina dhe bazën. Po kishe për mos mja vrënu veshin se ti se ki problem, po tjerët nashta e kanë problem. Po që me njëra Qërë tjerë të kanë problem që to mu s'maro kur qysh që të mësin një populli ton mu që me këshyrë ton kuën televizorin të këshyrë zjedhet lokale. Mes me këshyrë në e film të mirë, në e dishka në koncert, në e kom të mirë. Nuk do me thonë që kanë këshyrë krejt. Valla i krejt, valla duke. Okej. Po, është një farë feste, kështu aty edhe po më vjen shumë mirë që kjo puna zgjedhjeve u kthy në festë, edhe po shpresoj me zot. Mirë. Do është rezultatet puna me u festu. Po, i çdoshtë, po, para se me dal mu festu që ashtu mu këshyr me thonë, hajde këshyrim çka kanë bë. Arritje premtimet e realizuar çdo është me dalë dhe u festu. Që tem se na ka lodhje. Kur fillon lumturia. Që është me gjes edhe e shet që as nuk po të them kun, as nuk i koll, as hiq, jedi që shtimi është mirë, apo di kujta që njerë kujta që i dek, apo di në piskon vetën shtu. Ajo mune. Jo më Ajo mune. Qëre, pa i gore, lumturia është pyetje shumë e thellë filozofike. Kanë mundu me përgjigj shumë shkencëtarë, filozofë, që apo diun, po unë kam gjetë përgjigjen. Hajde. Unë kam gjetë. Edhe mbane me në mirë, që kjo përgjigje adekuate për lumturi. Kur zgjosh me ngjes edhe nuk nin, do më thonë as një dhimbje. Ti e ke drejtë. Aja ke para hyrje, prej veç pak, ka dalë. Tash vjen aja përfundimi im, domthonë, që kam analizuar. Lumturia fillon në momentin që ti e kryen një pritje. Vjen diçka që e ke prit. Domthonë, një bustjeshe, një lek, një dashni, një diçka, domthonë, një fëmijë, një diçka, domthonë, përfundon një pritje. Që atë momentin që përfundon që pritja jote, aty fillon lumturia. Edhe tani ti nis me prit tjetrën, domthonë gjën tjetër për me filluar lumturia tjetër, domthonë kështu me radhë. Sepse lumturia s'ka as orar, as vet, as nuk je fe, as mosh, as sens. Hiç. Lumturia është. Po për një ka shumë teori mbi lumturinë. Po ka. Është diçka që sot i ki nesër se ki, mandej prapë ki, mandej prapë se ki, domethënë nuk ketë varet prej ditës, prej gjendjes. Mirja pas ke zonë krytje, ko ke munu pak, po mirja pas ke zonë. E pas ke lidh me pritjen. Okej. Ma mirë se ton, besa që kjo është shumë e thellë. Vjen mirë, domethënë që e ki gjithë këtë vetë besim, madje ma mirë se ton, kështu që po merr vesh, unë jashtë toksori, di sa ret ju toksor s'deni sa. Gjoma kush e ka thonë çdo, gjoma. Jashtë toksori. Ja tjetër e ka thonë. O, jashtë toksor. Ju përshëndes kanë. Qofshi lumtur gjithmonë. Faleminderit shumë. Edhe ju gjithashtu. Hajde javë të mbarë. Që lumturia fillon edhe kur dikush vjen ta bjeni dhuratë mirë. Për shembull, edhe që se pret hiç, se kjo tha domethënë që e pret. Po, edhe lumturia domethënë sjell lumturi dikush me ta bëni dhuratë. Nëse ta bjeni dhuratë mirë, një unaz me gurçmuar diamante, thotë maja, thotë ti je gjallë maja që aty e sheh unazën. Edhe këtu fillon lumturia. Përndryshe, për stolitë e çmuar atarit, për linjën e diamantëve, më të sigurt tek Rubini në qendër Prishtinës në Albi Moll dhe në Ferizaj. E përndryshe, Opa. E ndriti po mdokot. E ndrit? Jo mëre. Jo në telefonat. Alo. Po mos i përplas më i dyrë tash. Na tranove. Ku na fitu mua? Ty. Ose po dal në Ballkan se s'po du zhurën të janë tash piku pe televizorit. Çatu pas kam prish dyrt. Çaj pas hamburgia? Na tutë për një çast. Jo, jam hyri, jam nga Göteborgu. Çish je hyrie?
Mirë, faleminderit. A je mirë për mrekulli. Unë thash kështë e ndritja e pat. Kja është uqu. Milo durt. O Hyrie, tregon aty kur ka fillu lumturia për ty. Lumturia ka fillu kur ju vonon. Kur je vonon. Po. Okej, dhe ajo është një lumturi që veç vazhdon edhe rritet. S'përfundon kur më mdoket, ai ngjësia e çinurit prind. Po diçka tjetër përveç familjes. Është një atmosferë mirë në Göteborg, lot shqiptar kanë ardhur, Danimark, Finland, Norvegji. Si mi tha më herët që disa shifra të përafërta janë që dikun 8-9.000 tifoz kanë arritur në Bubash. 8-9.000 tifoz do ne erdha për punës i takova shumë shqiptar me flamura, knaqësi e madhe. A jeton vet, a jeton me familje atje? Me familje jetoj, u ka ardhur edhe vojza e vllovit për Kosovë, e shkuën me kerre me flamura i për tjela. Do me thonë ju në shku se që kjo ke Rinia pas kanë shku do me thonë. Rinia ju në shkua vetë. Bravo Beuria. Nuk mujta se 4 gjysë shkojnë punë edhe e nisha vetën. Të lodhët edhe kogja shumë aty ko njerëz. Dhe i dalë për aty jetë. Me rëndësi që shqiptar aq sa kanë bas mundësi, kanë shku me do për kraje. O, shpirti më knaçki ka i pasha me flamura. Po qyrës kënaqet. O, sa mirë. A i s'tim kondën më po aty. Po vjen me fajtë që s'jam atje ponese. Nese. Po s'pënathirin, do që si Hyria, do që si s'pënathirin. E patum një farë problemi kështë. Ejtë përshëndes shumë, faleminderit. Edhe unë ju përshëndes, kalofshi mirë. Hajde gjithat mirat, faleminderit. Tong. Po përndryshe i pasha dhe disa pamje që po vinë për aeroplani. A dhe se na korrespondonin, gjitha i ka aeroplani. Po nuk pat ven, na thanë kur. Kur i pash ishin shkulle i tartë. O, prit në mbre bënja me dorë. Kolone gjatë edhe Fush Kosova deri tek rrethi i Fush Kosovës në këto momente, pra është informata e radhës që ka arrit edhe po na tregon për këtë pjesë që është me kolon Fush Kosova. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Përshëndetje të dyve, Gani në telefon. Si e Gani, a je mirë? Po më cërë një punë që shpëthojnë ata tjetë ju shumë me knasi, vetë telefonata jonë të regonë se ku kësa po këshyrim na. E vërtet është, faleminderit shumë, e vlerësojmë shumë. Gani, kur fillon lumturia? Se pari me lejo 10 sekunda ti thon Fionës diçka shumë pozitive. Është e vërtet Fiona që edhe jashtë programit të shtëpia dhe shoqënia ku qëndron kështu i e qeshur gjithmonë kështu në program. Pse pe vet Fionën? Vetë personin tjetër. Se Fiona po qesh më shumë se ti. Po jo, pse pe vet këto as po vet mu? Gani a di pse më qesh. Ti po qesh më pak jo më shumë vazhdimisht po qesh. A din me kon jam studio. Ky është djalë serioz. A din me kon jam studio ne. Nuk din me kesh kë, ka harruat far sporti. Gani ngëm se para disa ditëve bashkë në shtëpi patëm këstem. Që apenin që shkjerë është të da pëmërë e koni familjonë se po tha krejtat njojnë ini shumë me këllushëm ta shumë seriosisht Fiona kom letëzu shumë se është bile është shumë mirë edhe për zemër njeri u përqeshet shtu me vëllet e ndimon zemrën qarkullimin e gjafët shkova unë në mërgjën këtu që kjo me kjerë shumë Gani me sinceritetin ma të madhë në emision është poa kur mas shumë t'i qeshim edhe jemi ma energjik është shumë e vërtet se në shpe, në qytet nuk mujna na menajt tu kesh kote kohë se kemi obligime tjera, kemi punë, kemi strese edhe për shikuesit audiencën faleminderit, e vlerësoj shumë po do me kur fillon lumturia ka shumë shpesh lumturi janë disa lumturi që veçon shtu që dallohen ke dikon po supozoj mjerisht ose inshallah jon spital ose dikon dhe ndëgjon se ai shumë mirë ka preparuar me shëndet ose kur magjistron një fëmijë joti qof vajzë qof djalë ose një njeri që ka kryer një shkollë lartë superiore po them dhe ka shumë lumturi të ndryshme shumë se ekzistojnë lumturia për me poshtë me çfarë lumturia e kryen shkollën rënë te shtëpia Gani ma mirë me ndaj në shtëpi me shkollë se pa shkollë ju e dini ma mirë Gani tregom pse domethënë unë që s'po qeshi nuk ju respektoj juve Jo ti je shumë agil kështu je shumë i afërt por je pak e ki natyrën pak ma të mbyllt, ma serioz që kanë burrat e mirë kështu apo kupton pa kompliment. Unë po besoj që ti shim njoft në jetën e përditshme e kishe ndryshuar komplet mendimin.
Une ta dini të dytë se nuk ka më shku kohë gjatë pa ju taku të dy se kom si zhig ato si bengë. Mos u habit tani prej seriozitetit tem, ta dish. Edhe mos u habit për natyrës tjetër tem, ta dish. Kalofsh mirë ditën e mirë. Faleminderit. Ku a kena ko mujna me marrë nashtë edhe një telefonat shpejt se i poshë dhe do foto që do shta mi u tregu këtyne që janë në për vetura së tani po na i dhonë nga Veterniku lartë kolone gjatë deri të krethi ambasadës rrethi me flamurethi i spitali deri të krethi rrugës B atje të rrethi rrugës B është një aksident rruga Gim Ramadani e ngarkuar në të dy krahët në këto momente zonja dhe zotri kjo është telefonata e fundit për ditën e sotme. Alo Busqesh respektoma pak në dëgjuesin. Alo përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kush telefonon? Selvia nga Zisra. Hajde, Selvia, që kemi sot? Mirë shumë. Mirë. Në juaj, ju shikojmë. Kur fillon lumturia, Selvia, për ty? Kur ka fillu, ose kur fillon? Për mua, dihet jo lindja, jo kjo, jo ajo. Ato po. Për mua, personalisht, për më ka thonë ndoja, hajte jam konatere e fejune para 42 viteve. Hajde thate në me shku në Sloveni, thate du më quta të sejta, me netja një javë, që kjo kënë lumëturia ma modha për mua. U të shejdoja? Aty filloj lumëturia, të sejda. Kusho sejda? Kër jem kënë e fejune para 42 vjetë. Kusho sejda? Burri. Të më thonë, a i ka qenë në Suedi, të ke qenë në Kosovë? A i ka qenë në Sloveni, unë jem kënë e fejune. Aja atyre shkoj kënë Zagreb në studime, ta du më të marrë, ta du më të quta të sejta, ta me ne keni jo, ma ka bët surpriz, të nuk e harroj kur këtë farë. Edhe aty filloj lumëturia? Oj, Selvie? Edhe aty filloj lumëturia. Qka ka zonë që ata që takimi, Selvie? Pashat le zej. Reti, që të bisha. Ataknoj kongën i Sejda. Kjo më do këtë është përgjigja e njashme me temën. Ataknoj Sejda, ataknoj Selvie. Tha, dhe tha më i Selvije, tha gjatë, që erda bre. Selvije, bukurie. Bravo Selvije, falimderit shumë për energjinë e mirë. Selvije. Hajde si datë mira. Selvije. Hajde, tu, urna. Të fola Sejdës. Faleminderit shumë, Ciao, ju përshëndes. Së ko kanë këtas. Po, Sejda dhe Selvija. Po mduket erdhe fundi. Super Sejda. Super Sejda. Super Selvia, kësha me thonë. Se Sejda nuk e ti shfarë. Ja, valla, super Doja. Bravo me Doj. Doja mas mirë. Dhe që për Doja për mesën. I përshëndesim Daja lartë këtë që e kemi. Mos harroni me pi sa më shumë ujë rrugove. Jemi në muajin e ndërgjëtësimit mbi kancerin e gjirit. Kështu që ju ftoj të kujdesin i përshëndetin jo veç duke pi ujë, por edhe duke bo kontrollat e rregullta. Keni mamografin falas në qendër të Prishtinës, kështu që ju lutem interesoni edhe bëni kontrollat. Përndryshe pjesën e dytë vazhdoni me qëndru me Glam Radion. Edhe mos harroni që në pjesën e dytë kena mi dhënë 2 kontrolla pas orës 17, kështu që ndjekni Glam Radion edhe na dëgjoni, na kena mi kërku disa detaje, edhe keni me mujt me shku mi bo 2 kontrolla. Ju vazhdoni me përkrasët Kosovën gjithçysh, edhe me bo ato që duni me bo gjithmonë me shumë dashni suksese. Faleminderit shumë, miru pafshim nesër.